Pra është e mbyllur dera mendon për PDK-n apo Po, e kemi bërë të qartë që nga fillimi, do të thotë për PDK-n dera është e mbyllur, ne kemi ofruar me lidhje. Sa më të qarta i bëjnë partitë, aq më pak i besoj. Përgjithsisht se gjithmonë ndryshojnë në momentën e fundit, se politika është vetë arti i kompromisit. Jo, politika është arti i kompromisit, prandaj po them domethënë që never say never në politikë. Jo me gjithçka dhe jo me gjithkënd. Po për shembull ti personalisht qofse zoti Kurti nesër do bashkëqeveriste me PDK-n, çfarë do mendoje? Po zoti Kurti nuk është, do thotë edhe piknisja është e gabueshme. Ne kemi organa struktura brenda partijake, të cilat vendosin me këndën. A keni bërë ndonjëherë kundër kryetarit? Keni dalë ndonjëherë kundër kryetarit se nuk di ndonjë parti në kryesi që? Merre sheh rekordin tim brenda Kombëtit të Republikës dhe e sheh. Sigurisht se kemi dalë kundër disa ligjeve për shkak se unë jam te legislativi. Sigurisht se kam pas kundërshtime në disa ligje të ndryshme dhe kam qenë i zëshëm edhe në debate për ato ligje. Kështu që s'po du me lo me paragjyku, me qenë se keni përcjell rekordin brenda Kuvendit, më mirë është mos me paragjyku. Jo, e kisha po, se tani në kryesi nuk është vetëm një, kështu që sa do të kundërshtoj një vendos shumica, apo jo? E kisha si vendim shumica. Qilën e përgjithshëm, ku bëjmë pjesë, kupton, një pjesë e madhe antarësisone aty. Dhe prandaj ne kemi organe brenda partijake që marrin vendime se me kënd të shkojmë. Me PDK-n, po e them edhe një herë është e qartë. Unë e kuptoj zellin e disa partive opozitore që ta çojnë me PDK-n, që na thonë që edhe ju jeni njëjtë, por ne po e them që me PDK-n nuk shkojmë. PDK-ja duhet të qëndrojë në opozitë, të reformohet, të ndryshojë njerëz brenda strukturave që i kanë bërë dëm të madh Republikës Kosovës.